Territori i Kosovës për datën 31 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta duke sjellë mot kryesisht me vranësira dhe rreshje të dobëta shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira të shpeshta ndërsa pasditja sjell përmirësim të lehtë të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 31 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:45 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:50 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovit, 2 deri në 7 gradë Celsius. Podujev, 1 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj, 1 deri në 6 gradë Celsius. Pej, 0 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë, 2 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov, 2 deri në 8 gradë Celsius. Malishev, 1 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik, 1 deri në 7 gradë Celsius. Suhare, 0 deri në 6 gradë Celsius. Prizren, -1 deri në 7 gradë Celsius.